Për rikthyer në studion e Çastit i dur është bashkuar Niki Zaimi, këngëtar. Mirë se vjen Niki. Si gjithmonë kënaqësi të jemi. Si po shkojnë mbrëmjet muzikore, Niki, angazhime? Siç duhet, unë jam pak i ngjirur nga këto natë. Keni qenë kështu në shesh, mos keni qenë te Muzex edhe juve? Dje, po, pardje ishin te Muzexi. U lodhëm i qik me thonë drejten, por që ja dollëm. I kaluat mirë, ju rockerës keni probleme. Megjithatë kam një pyetje për ty. Si ja del të dalloshe të kufirin mes frymëzimit dhe kopjimit në muzikën që ju prodhoni? Ndodh diçka. Ne si artist inspirohemi shumë nga këngët e kaluara. Do me thënë, po flas për rockun, ne akoma inspirohemi nga vitet 80-90, pa e ditur që ka shumë artist të rinj, po ashtu dhe të vjetë le themi që artin e tyre kanë evoluar që të përshtatet me kohët e sotshme. Dhe janë bërë aq shumë këngë sa që mund të themi që pa dashje mund të dali si flas progresion kordesh ose melodi të dali pa dashje si një këngë që kemi dëgjuar më para, dhe kjo mund të lehtësisht të quhet si kopim nga ana e publikut ose opinionit profesional dhe kritik të muzikës, por që mund të them inspirimi, qëllimin e ka për një gjë origjinale. Se del diçka që mund të jetë dëgjuar më parë është totalisht për mua e paqëllimshme. E kuptoj. E shkoj te Iliri si pedagog, ti si e shikon këtë humbjen e identitetit tek brezi i ri? Më duket sikur është kthyer pak në problem. Me thënë, gjithë më tepër hasin kopjet njëjta. Nuk dua ta them këtë humbje identitet, është thjesht ndryshim shihesh ndoshta. Është si puna modës së rrobave që ka ndryshuar, ka evoluar. Mendoj që mund ta konsideroj edhe evolim, por gjithmonë e lidh edhe me mënyrën e jetesës, me mënyrën e përditshmërisë së jetesës. Kam vënë që në këngë ndryshme nuk ka më shumë akorde, shumë fjalë, janë minimaliste. Edhe këto kanë qenë më të suksesshmet. Thjesht mendoj është një fazë, por nuk mund të them një... Ja, po shkoj tek Zana. Mendojnë që ka vërtet një krizë identiteti apo një evolim natyror? Po kapem ka i Iliri që tha tash, kam një djalë, ai është profesor. Ne ishte një doktorant që merret me produksion. Dhe nga i mësova, sa unë nuk kam asnjë marrëdhënie, që teknologjia çon ke i minimalizmi që i përmende. Do me thënë sepse seleksionon tinguj edhe nejse. Dhe që puna identitetit është gjëja që do ta donim kaq shumë. Por është shumë e vështirë. Sepse ne na u desh që në një kohë caktuar të kapnim atë cilin e kishim humbur. Do me thënë, mungesën për të qenë të kohës. E kuptoj. Pra, ne për shumë vite na lanë pas, na ndrydhën, nuk na dhanë mundësinë. Dhe kjo sigurisht që i këta muzikantë e rinj i çoi drejt modeleve të caktuara. Dhe ndjekja një modeli nuk është gjithë një plagjatur, nuk është gjithë një kopje. Është një trend. Trend edhe një, të themi, metodologji. Do bësh këtë lloj roku, atë lloj theme repi e kështu me radhë. Pastaj, kjo mund të jetë e justifikueshme ke muzikantë e rinj në një kohë të caktuar. Por, në qoftë se nuk arrin dot të gjejnë vetveten, se unë dëgjoj, më është dashur të bëj kam pas një emision në radio dhe isha gjithnjë shumë azhonuar. Dhe më dhe ishte 2 herë në javë që më duhet të dëgjonja dhe të analizonja. Djem shumë talentuar, një pjesë e madhe studentët ta. 1 vit, 2 vit, 3 vjet, 4 vjet. Jo. Pastaj duhet dali tek vetvetja. Është më kollaj të zbatosh modelin. Se sa të kompozosh dhe të krijosh vetë. Dhe të dalësh tek vetvetja, që vetëm të kënduarit shqip ty të dallon nga një X. Por jo lloji muzikës që bën. E bën vërtet shumë mirë, sepse i ke aftësi ti bësh mirë.
Po kaq nuk është e mjaftueshme. Dhe unë vetë, personalisht, kjo nuk ka të bëj me as me nëjë udhëzim se kush jam për të në udhëzim. Në këto raste si jepet udhëzime do të, as kush, si merr do të përsipër. Mendoj që ka një bazë ose një burim që duhet shfrytzuar për ta gjetur atë identitet, që është burimi vendas. E kam fjallën, gjithë prurjet që ka sjell ndërkohë, tradita kulturore shqiptare dhe muzikore. Ajo në qoftë se bëhet mirë dhe bëhet bukur, është i garancie identitetit. Suksesi kësaj shkodrës elektronike që ndronte aty, se diti që atë këngën qytetare shkodrane ta përcillte në një mënyrë krejtësisht bashkëkohore, në trendin e kohës. Pastaj mos flas për disa muzikantë shumë të mirë, për mua më pëlqejnë shumë, të Kosovës, cilët e bëjnë shumë mirë këtë punë, por duhet mbajmë parasysh që këta e bën një pakicë. Nuk mund ta bëjnë dot. Edhe këtu duhet jemi pak dakord, sepse ajo muzika standarde provohet pra për interesat të tregut përditshme, po muzikantët vërtet mendojnë kur bëjnë muzikë dhe kanë ambicien e tyre për të qenë vetvetja. Dhe ky lloj elitarizmi gjithnjë është më i pakë. Ashtu është e vështirë më pas esencial. Shkoj te Brigeli këtu i cili përpiqet shumë ta luaj këtë lloj elitarizmi. Mua më pas ka marrë malli me dëgju zyshën. Dominuar nga muzika e standardizuar dhe ajo elektronike. Kjo nuk është as Shumë qepë, propaganda së prandaj po them pas ka marrë malli me është një dëgju zyshën. mundësi që e ke dhe duhet shfrytzuar. Ti je tipikisht njëri që është përpjekur gjithmonë që të punoj dhe të krijoj dhe të performoj edhe mbi bazat shumë të forta të muzikës që vjen nga tradita e Shqipërisë, po themi rimasterizime apo ripërpunime në pjesë të cilat janë të njohura. Ndërkohë që standardis që thamë dhe elektronizimi i muzikës është bërë tani këto. Ndjeni të cënuar nga kjo pjesë, apo kjo pjesë e qenit origjinal ju ka bërë Unë më kam të funksionuar në kërkuar? mënyrë paralele, faktikisht. Bazat e forta i kam pasur pikërisht e përpunimi muzikës shqiptare. Po. Domethënë të sjell në forma të ndryshme dhe në bazë të formimit etj. Kemi gjithmonë kemi evoluar në sensin e zhvillimit të motivit. Ja? Kam pasur gjithmonë kam qenë kujdesshëm tek bulza, që sot është vështirë të gjesh një bulzë, sot edhe kur dëgjoj një muzikë shqiptare, ose që shitet si muzikë shqiptare, ti nuk gjen asgjë. Po kjo kërkon domethënë kjo vjen një çik me traditë, vjen një çik me kohë, mënyra si e rritur, mënyra se si i zhvilluar. Por e shoh në mënyrë shumë të pandashme ecën përpara të teknologjisë. Sot është shumë e rëndësishme. Zysha për solli shkodrën elektronike që kanë bërë pikërisht këtë lloj inovacioni. Sa po folëm në këtë moment. Unë them që avash çdo gjë po përqendrohet drejt teknologjisë. Dhe po të shohim sot tregu është përqendruar më tepër ke DJ-t, më tepër kemi DJ sot, kompozitorë dhe producentë, sa kemi kompozitorë të mifill që shkruajnë edhe janë në treg. Dhe kjo tregon që është vendosur si vëmendja ashtu dhe gjithë shihet. Vedi Regja, nëse mundet të vendosim një këngë të Wendy Bulkut në këto momente përpara se ta pyes pak, sepse nuk është komercializuar ajo mjaftueshëm dhe pse nuk është. Ta ulëm pikërisht aty kur e hape zërin fort o Wendy. Qa emocioni dhe tani kur e shikoj. Të mungon skena? Më mungon, mua gjithmonë më ka munguar skena dhe kur kam bërë atë shkëputjen e madhe prej 10 vitesh. Ky presioni i madh për të komercializuar, për të bërë trend, për të ndjekur, po themi, presionet të përfaqësojnë?
Absolutisht, jo. Nëse do më përfaqësonin, nuk do isha shkëputur aq shumë, por ndoshta emri im do ishte një nga këto emrat që dëgjojmë tani më së shumti. Nëse do isha komercializuar gjithmonë. Unë kam zgjedhur të jem vetvetja, do jem gjithmonë vetvetja, edhe nëse ngelem përsëri në këto hapa të avash që jam në këto momente, unë gjithsesi do ngelem me qetë në veten time, e pastër, sepse në fund të fundit jam për gjërat që zgjasin gjithmonë dhe jo për ato momentale. Mendoj se jam okej me veten time deri këtu. Është e vështirë të mbetesh autentike në një botë e cila evolon dhe ecën me ritme shumë të shpejta, se tani është ajo që ndoshta tha pak edhe Zana, ne duhet të ndjekim ndoshta trendet, po pa dal nga Patjetër, patjetër, unë jam pro për të ndjekur trendet, për të ndoshta për të pasur edhe një idhull, për pas atë dëshirën për t'i ngjarë, por jo për t'u identifikuar si ai, sepse unë shpesh shikoj këngëtar të rinj që identifikohen si ai ose ajo. Po e bën këtë gjë si ai, po e bën këtë gjë si ajo, dhe unë këtë gjë nuk e dua tek vetja, sepse unë jam Wendy, dua që ai që të më dëgjoj dhe të më shikoj, të më identifikoj vetëm si Wendy, jo si shembull si ai atje ose si ai këtu. Nuk e dua këtë gjë tek vetja. Ne kemi folur gjatë këtu në këtë studio bashkë, për të ke qenë me babain tënd, dhe kemi diskutuar shumë se si ju të dy komplementonit njëri tjetrin, pra një brez krejtësisht tjetër dhe një brez i ri që gjenin veten tek muzika, tek rocku, tek rrymat nga më të ndryshmet. Mendojnë që, po themi, tregu shqiptar i shtyn artistët deri diku edhe me dhunë drejt komercializimit, drejt një trajtësimit, po themi, se kërkojnë gjithmonë të njëjtën formë marketimi dhe nuk të lënë hapësirë që ti t'jesh 100% vetja jote, se do t'ishte vështirë të kishe publik pastaj edhe... Tani unë për veten time flas se kam ndjerë një formë presioni për të ndërruar zhanrin tim. Okej. Sepse e kam zgjedhur rockun, sepse atë ndjej. Atë ndjej të këndoj, atë do doja shumë të performoj në skena të mëdha, edhe është, do me thënë, në qoftë se dëshira ime do ishte për të kënduar një këngë, për flasim reggaeton ose pop ose se do e bëja me ndjenjë, edhe nuk quhet art në fund të ditës, por që ka njerëz që këtë dëshirojnë të bëjnë, edhe tregu mainstream flasim, është kërkues ndaj këtyre gjërave, dhe secili ka audiencën e vet dhe tregun e vet. Tregu rockut është në vete, tregu reggaetonit në vete, se po flasim çik për komercializmin, por që është thjesht një zhanër i kërkuar më shumë nga publiku i huaj shqiptar, por që si presion nuk kam pasur. Besoj të tjerë mund të kenë, por që nuk e shoh si të arsyeshme që të bëjmë atë çfarë do publiku. Sepse ndjenja artistësh është ajo çfarë është kreativiteti personal dhe dëshira për të shprehur ndjenjën tënde dhe ta kuptoj publiku që ke përballë, jo që ti përshtat publikut. Ka ende vend për të kompozuar një këngë për dashurinë, për shembull nëse njëri nga anëtarët e grupit tuaj bie në dashuri dhe vjen e ju thotë që shiko, më duhet një këngë për këtë gocën se kam nevojë të këndoj asaj. Në qoftë se ndjenja është aq e madhe sa të na inspirojë për të kompozuar, ka vend më se mjaftueshëm. Se për dashuri nuk mjaftojnë asnjëherë as fjalët, as akordet. Është vend parë. Pa frikën. Ti je në kërkim të vazhdueshëm me bendin tënd muzikor, her pas here me performanca në live. Ju çfarë bëni? Bazoheni te krijimtaria që keni patur deri tani, apo keni hapësira për krijim individual duke futur edhe krijime të reja, improvizime? Çfarë ndodh me bendin? Neve vazhdojmë akoma, ose mund të them që jemi nga pak të njerëz që vazhdojmë akoma punojmë mirë, që mblidhemi edhe strukturohemi. Ta thash, unë kam gjetur mënyrën më të mirë për të funksionuar në trajt paralele. Domethënë, sepse ne nuk mund të kemi një treg i cile na përmbush gjithçka. Është 1% e vogël këtej, 1% e vogël atje dhe ka një lloj përshtatshmërie. Ndoshta nganjëherë mendoj që edhe pse nuk kam asgjë kundra komercializmit, përkundrazi unë le të themi kam një lloj simpatie për njerëzit që komercializohen, sepse nuk do thotë komercializim në shije, po do thotë një përshtatje. Më kupton? Dhe them që mundohem që duke qenë në mënyrë paralele të mbaj të dyja situatat,
pa dalë shumë nga i kuadri i jashtë vetës, vazhdoj të jem fanatik, edhe nga njerë më vjen e keq që vazhdoj të jem fanatik. Ti fanatizmi i tepërt të asaj. Sepse po vjen koha që kjo ka dhe një vet izolim pasaj që I qartë. kërkon Mbasi ka të mira dyshjet e veta. Ilir, folëm shumë për traditën, për muzikën, për faktin që duhet ta kemi pjesë të identitetit tonë. Arrin kjo të përqohet të studentët e rinj sot për shembull? Ky lloj qasje në muzikën shqiptare apo tashmë bretat e rinj janë kategorikisht kundra tradicionale? Shiko, për fatin tim të mirë, kam pasur mundësin të kem atë bibliotekën që prej kornistëve të parë që kanë hapur të degën e Kornës në Universitetin e Arteve dhe që i kanë marrë këto partitura që nga periudha ku kanë studiuar në Çekoslovaki dhe unë ato i gëzoj, kam kështu si formë djesie me këto partitura, por kam pas fatin edhe të diskutoj me këto profesor për të kuptuar më shumë rreth veprave shqiptare që janë kompozuar për Korno, duke filluar që nga Ferdinand Deda, Josif Minga, ka pas një numër shumë të madh kompozimesh dhe të gjithë këto kompozime të veprave shqiptare unë i kam përmbledhur në një libër, të cilat i përçoj jo vetëm ke studentët, por edhe tek kolegët që janë jashtë vendit. Dhe një ndër kuriozitetet e mia që më kanë ndjekur kudo që shkoj, kush ka qenë para meje. Edhe në teatrin e operës ka pas një numër shumë të madh kornistësh, që unë kam pasur kuriozitet edhe rreth jetës tyre, ku kanë studiuar, rreth familjeve tyre, rreth një historiku shumë të madh. Dhe mendoj që dokumentimi i këtyre është shumë i rëndësishëm, që dhe brezat në vazhdim t'i lexojnë dhe t'i kenë në një libër ose në një shkrim për të lidhur dhe me emocionalisht. Unë një pikë tjetër emocionale që kam, sfundmi me humbjen e një prej profesorëve tonë, Kristofor Qori, unë e gëzoj instrumentin e tij dhe ky instrument është instrumenti që profesori ka luajtur në gjithë filmat shqiptar. Profesor Kristofor Qori ka qenë pjesë e orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar dhe kjo orkestër i ka regjistruar të gjithë kolonat zanore të filmave shqiptar dhe unë sa herë performoj me atë instrument kam një ndjesi trashëgimie, por edhe tingullit nga njëri u shes mend edhe kolegëve se shumë rrallë kesh një instrument të vitit 80 dhe ta performosh akoma në për koncerte. Koncerti i fundit ka qenë para një jave me cilën performova dhe kisha këtë ndjesin e trashëgimisë. Mundohem maksimalisht që dhe veprat shqiptare dhe muzikën shqiptare të kompozuar për Korno, që është e fushës time, t'i kem edhe pjesë të kurikuleve dhe t'i mbaj gjallë edhe në provime, por edhe në koncerte ku përveç veprave Beethoven, Mozart, ke edhe një vepër shqiptare, sepse shiko, është shumë mirë të identifikohemi dhe të jemi krenar dhe me ato që na ka lënë pas. Kemi një përmbushje artistike të shëndetshme, mendoj. Zana, duhet ta mbyll me ty. Ky globalizimi do na ndihmoj apo do na heqë identitetin tonë muzikor? Ne flasim për këtë realitetin e vogël tonë. Ky është një realitet global. Gjithë këto koncepte që ne kemi, i kemi, ose i tham, komercializmi, globalizimi, standardizimi e tjerë, nuk në rëndojnë vetëm dhe, rëndojnë një shoqëri të tërë globale. Por ne, duke qenë kulturë e vogël, vëndi vogël, për ne këto probleme bëhen më të mprehta, sidomos për t'ju rikthyer këto që i thanë djem përpara, që mund të kemi njerëz shumë zot, muzikantë shumë të mirë, nuk kanë arritur dot të hynë në një treg përtej nesh. Edhe aty hyhet përveç shumë gjërave tjera, por sidomos me identitet. Vetëm me identitet mund të hysh, dhe ky identitet i shkret nuk është masi që më e vështirë në art. Prandaj, jetojmë në një epokë ku duhet edhe të përshtatemi, duhet dhe të kërkojmë shtigjet, aty që ndronë aftësia, zotësia. Pik.
E për ta mbyllur, Niki, nëse do të kishe një darkë pushim dhe do të thoshin që kem të qojmë një grup roku shqiptar, këtë do zgjidhnit, të shkonit ta shifnit? Në që si e me shokët, apo që si e me familjen? Varet, këtë duash ti dhe me familjen dhe me shokët, mindaj. Në që se disha me familjen, normalisht dhe shkoja tek ton deda, që se disha me shokët, tek Eugen Bushpeva. Bukur shumë, e mbyllim me këtë pra. Faleminderit shumë që ishit me mua sot, ishte kënaqësi që folëm gjatë për muzikën në Shqipëri, trendet dhe hapësirat për të jetuar me të. Unë të mbar, suksese. Faleminderit. Kemi aftësi publicitare, rikthehemi pas pak.